Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim energjinë, do të lexuar energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar tek dashuria, tek bolloku dhe tek financat. Çfarë thot energjia e përgjithshme e tarotëve ditën e sotme? E kemi. Luftoni shumë kundër kundërshtarëve tuaj për të fituar atë që kërkoni të merrni sa më shpejt. Ju jeni biznesmen të fortë, butë deti, ju prisni anijet tuaja të mbushen plot me bollok. Dini të balanconi çdo situatë. Bani ekuilibër të fortë në jetën tuaj. Këto kupa ju gjithmonë i keni të mbushura. Ky ëngjëll ju mbron në rrugën drejt suksesit. Mendoni gjithmonë për këtë bollok, sepse ky bollok që ju merrni nuk ju plotson ato ëndra dhe ato gjëra që ju doni të keni për të arritur në jetën tuaj. Një lajm i befasishëm, shumë i papritur, vjen në jetën tuaj, për sa i përket bollokut. Ju transformohet komplet jeta nga ky lajm i papritur që vjen në jetën tuaj. Transformimi është në çdo aspekt të jetës, në aspektin financiar, në aspektin e dashurisë, në aspektin e bollokut. Lajme në qiell të pastër. Ju merrni lajme në qiell të pastër, që janë lajme lumturie, lajme suksesi për një punë, për një biznes në jetën tuaj. Jeni person i cili dini të mbani situatat e punës, situatën e jetës tuaj në një formë të prerë. Pra, kur ju doni një person, e doni me shpirt, me zemër, jeni shumë të sinqert, ama kur urreni dhe nuk ktheheni mbrapa, se jeni njeri shumë i sinqert që i doni nistin në baza të forta, në themele të forta. Shpeshherë mërziteni sepse puna e bollokut nuk është gjithmonë pozitive. Keni dhe ditë që më shumë harxhoni se sa fitoni tek pjesa e bollokut. Por, kjo mbretëresh e monedhave tregon që prëri juaj do të jetë gjithmonë i mbushur me bollok, me lajme të mira, me lajme suksesi, për një biznes të mirë, për një punë të re, për gjëra të mrekullueshme. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtë mi.